Përshëndetje shikues të nderuar të ekranit të televizionit Bojnë, mirë se takohemi së bashku në rubrikën intervist. Sot kam kënaqësi të kem në këtë rubrikë një djalë vërtet shumë të talentuar, një sportist i cili vërtet jam mëse bindur që në të ardhmen do na tregojë gjëra të reja dhe do na mësoj për shumë çka të cilën ndoshta neve nuk e kemi zbuluar ende. Me mua sot është Anton Gjolaj, mirë se erdhe. Mirë se zgjeta dhe ju falenderoj për ftesën. Anton, është vërtet kënaqësi dhe të falenderoj nga zemra faktikisht që pranove, duke qenë se është hera jote e parë, dalja jote e parë përpara mediave dhe përpara ekranit, ashtu që besoj nuk është fare lehtë, por ti do mundosh të japësh atë maksimumin tënd për t'i sqaruar në veçanti brezave të ri atë me çfarë ti merresh, me sportin që ti ke përzgjedhur. Atëherë unë do doja të dija se si filloi rrugtimi yt në sport, Anton. Rrugtimi im në sport filloi që nga mosha 11 vjeçare ku u mora me sporte multidimensionale, pra fillova me basketbolin, futbolin, taekwondon dhe judon, por kohën e fundit jam përkushtuar më së shumti triatlonit. Atëherë mund të dim se si lindi ajo dashuria ndaj triatlonit, apo cili ishte ai faktikisht momenti që të bëri të dashurohesh me këtë lloj sporti? Dashuria ime për triatlonin filloi kur kuptova që mund t'i kaloj barierat e mia fizike dhe mendore. Për atë që vërtet nuk e njohin ende këtë lloj sporti, është vërtet diçka e re, faktikisht edhe unë kur dëgjova, më duk diçka shumë interesante dhe tash pse jo, ta zbulojmë edhe ne përmes Antonit. Atëherë mund na tregosh se si do e përshkruaj këtë triatlonin? Për çfarë bëhet fjalë? Çfarë është faktikisht triatloni dhe cili është ai dallimi i triatlonit ndaj sporteve të tjera? Si mund ta dallojmë? Pra, triatlonin mund ta përshkruaj si një sport multidisiplinar ku ka 3 fusha, pra të notit, ciklizmit dhe vrapimit në të njëjtën garë, dhe mund ta dalloj triatlonin nga sportet tjera si një sport ku kërkon më shumë përgatitje, si ashtu fizike dhe mentale. Atëherë mund të na tregosh se çfarë domethënie ka sporti për jetën tënde të përditshme? Sporti për mua në jetën e përditshme krijon identitetin tim dhe gjithashtu jetoj përmes asaj fushë. Pra faktikisht ty ai të paraqet në mënyrën më të mirë të mundshme, apo jo? Me sa shoh vërtet sporti, kjo gjë që ti bën, është një ushqim për ty që të ushqen dhe të ngrit. Atëherë, si reagon komuniteti ndaj këtyre sporteve dhe sa të njohura janë këto sporte në këtë mënyrë në zonën tonë? Në zonën tonë ende ky sport nuk është promovuar saktësisht, por unë kur ju shpjegoj këtë sport, vërtet mahnitën dhe nga perspektiva e tyre e shohin se është një sport shumë i vështirë. Mirë, çfarë të motivon faktikisht më shumë kur je në një garë? Cili është ai motivi kryesor? Në një garë më së shumti më motivon fakti që kam një qëllim që duhet t'i arris. Atëherë mund të na tregosh se cila ka qenë gara jote e paharrueshme deri tani dhe pse? Gara ime e paharrueshme ishte vërtet ultramaratonin e Gusi, ku e pash mundësinë që mund t'i kaloj barrierat e mia fizike dhe mendore. Ti faktikisht ke pasur ndonjë nga ato momentet që i thoje vetës duhet të heq dorë nga kjo gjë, po çfarë të bëri që ta vazhdosh dhe mos u ndalesh? Besoj çdo njeri ka ato luhatjet e veta. Vërtet kur je në mes të garës, ke ato mendimet e mbrëmshme ku të lënë të mos vazhdosh, ku të demoralizojnë shumë dhe vërtet duhet ta luftosh zërin e mbrëmshëm negativ dhe t'ja arrisesh asaj qëllimi apo gare. Mirë, ti përmende disa gara dhe unë do doja natyrisht që t'i ndanim edhe me shikuesit e televizionit Bojnë. Faktikisht neve kemi disa fotografi për cilat të falenderoj që ke vendosur t'i ndash me shikuesit tanë. Do doja t'i komentonim shkurtimisht dhe përmes këtyre fotografive ndoshta do kemi mundësi që të gjithë të mësojmë pak më shumë në lidhje me triatlonin dhe të shohim mbi pjesëmarrjen tënde në gara. Atëherë do të lusja që ti komentonin fotografitë të cilat do jenë tani në monitor.
Atëherë çfarë kemi këtu? Këtu jemi në mes të stërvitjes së notit. Sa herë në javë zakonisht të bëni këtë stërvitje? Zakonisht e bëjmë 3 herë në javë. 3 herë në javë, besoj edhe duhet edhe fushat e tjera ti stërvisni. Po sigurisht duhet t'i menaxhojmë edhe fushat e tjera. Pra besoj çdo ditë keni stërvitje? Po, çdo ditë. Zakonisht sa orë zgjat stërvitja? Zakonisht një stërvitje zgjat afro 1 ore. 1 ore. Mirë, atëherë presim diçka tjetër për të parë. Atëherë çfarë kemi këtu? Këtu jemi mbledhur I gjithë ekipi, ku zakonisht bëjmë stërvitjet e vrapimit në mbrëmje. Në mbrëmje. Do doja të dija sa kohë u bë që ti je antar I këtij ekipi, të themi kështu. I këtij ekipi jam afro me se 1 vjet. 1 vit. Numri I antarëve sa është? Afro 50. 50. Ndërsa këtu shoh që ke edhe një çmim? Po. Këtu kam fituar vendin e dytë në Trail Ulqin, pra në 10 kilometrash në zonat rurale, ku vërtet ishte shumë e vështirë. Bile se kam prit as pak këtë vend të dytë, por ishte shumë emocionose. Bukur, ndërsa këtu çfarë kemi? Këtu e kam fituar vendin e tretë në komunën e Hercegnovit, pra për festat e vitit të ri, ku dola një fitues I rrep Tomi. Sa ishte kilometra, sa vrapuat? Këtu kemi vrapuar 5 kilometrash, ku kanë marrë pjesë të gjithë antarët e ekipeve. Ndërsa këtu është një tjetër fotografi, besoj starti apo Finishi. Drejt fundit. Drejt fundit. Si është ajo ndjenja kur vjen në fund? Vërtet e shef se ja arrite me mund. Vërtet, ky ishte një moment shumë emocionues se gjithë kohën kam qenë brapa 2 personave dhe në momentin e fundit arrita ti kalosh. Kaloj. Këtu besoj jeni gjatë stërvitjeve sërish të notit? Po, gjatë stërvitjeve ku kam mundësinë ta njoh dhe të marr udhëzime nga triatlonisti më I mirë I Malit të Zi. Nga këto 3 sporte, cili të pëlqen më shumë? Noti, ciklizmi apo vrapimi? Më shumë më pëlqen vrapimi. Më shumë e gjen veten tek vrapimi. Po. Këtu shoh që jemi besoj këtu tek ne apo jo në komunën tonë? Po, në komunën tonë jemi këtu. Ka qenë ndonjë garë, ndonjë maraton? Ishte gara e duatlonit, ku bëhet fjalë pra për vrapimin dhe ciklizmin. Sa kilometra ishte vrapim, sa ciklizëm? Pra vrapimit ishte 7.5 kilometrash dhe ciklizëm 20 kilometrash. Çfarë kemi këtu? Këtu pra isha me ekipin e triatlonit tim, ku të gjithë morë me vendin tona, pra unë e mora këtu vendin dytë. Vendin e dytë, pra të gjithë shoh që jeni të kurorzuar të themi me medalje, vërtet e bukur. Atëherë nëse kemi edhe ndonjë tjetër fotografi, po, kemi edhe një tjetër. Është një fotografi momenti lodhje, Po, lodhja zakonisht ka shumë momente kur trupi yt ka nevojë pak për pushim. Nuk ka nevojë për pushim dhe nuk mund t'ja arris edhe atij qëllimit, por nganjëherë duhet ndoshta edhe pushuar, duhet dëgjuar ndoshta edhe trupin. Këtu isha pra në ultramaratonin e Gusinjes. Që përmendët më përpara. Po, isha me disa sportistë shumë të njohur nga Rusia, nga Kroacia dhe vende të ndryshme, ku mora rastin të njoftoj dhe të përfitoj udhëzime nga ata. Vërtet shumë interesant. Shoh se ka dhe femra, pra dhe gjinia femrore është pjesë e këtij sporti apo jo? Sigurisht. Vërtet shumë interesant. Tash sa kohë është bërë triatloni I njohur në Mal të Zi, duke qenë se është vërtet diçka e re për ne këtu? Triatloni në Mal të Zi ka filluar afro 10 vitesh. Në fillim nuk ishte as sa është tani njohur, por me promovimin e sportit kemi arritur një numër shumë të madh të sportistëve që janë të interesuar të bëhen pjesë e tij. Sigurisht. Bukur. Kush është frymëzuesi më I madh yti në këtë sport? Frymëzimi më I madh është pra familja, ku mes tyre munda të gjej mbështjetjen dhe kurajen besoj për të vazhduar përpara. Duke qenë se the është mbështetja më e madhe natyrisht, gjithmonë familjarët janë aty, gjenden pranë fëmijëve të tyre, në veçanti prindrit. Ndodh që prindrit vinë të përcjellin maratona apo kur ke ciklizëm apo diçka të tillë? Ka raste kur jam në vrapime, ti kem
afër prindërit e mi, por s'është se është nevojshme nga një herë, duhet të luftosh vetëm. Vetëm. E ke më mirë që të jenë ata aty prezent apo që të mos jenë, sepse domosdoshmërisht krijohen disa emocione. Krijohen emocionet dhe është ai mendimi që kur janë prindërit afër duhet të luftosh më shumë. Më shumë që që t'ua tregosh, po është e vërtetë, t'ua tregosh se mundesh. Po mirë, kur vjen në shtëpi nga ndonjë përfundimi ndonjë maratoni, çfarë do të qoftë ai, cilat janë ato komente zakonisht që i merren nga familjarët? Vërtet komenti i parë është a e more vendin e parë. Janë ato emocionet e bukura që i kalon me prindërit. Nganjëherë vinë shtëpi i frustruar, i lodhur, mërzitur, por mendoj që me kuptojnë dhe gjithmonë kontributin e tyre ndaj meje. E japin maksimalisht. Po përpara se shkon në garë, të themi, ke ndonjë këshill që merr nga ata? Cilat janë këshillat? Ndoshta nga mami ki kujdes rujo? Ki kujdes rujo, nga një herë kam edhe rrugtime të gjata, edhe jashtë malit të zi. Nga një herë kanë një merakosje të madhe. Absolutisht. Por unë e bëj me të mirën që të bëj kujdesin tim për veten. Dhe gjithmonë besoj përgjigjesh, lajmërohesh. Absolutisht. Absolutisht. Bukur, çfarë mesazhi ti do doje t'ju jepje të rinjeve që duan të merren me këtë sport? Me këtë sport duhet të mendojnë mirë dhe ta kenë parasysh se vërtet me mundin, me sakrificën, mund të arrijnë çdo qëllimit që e bëjnë brenda tyre. Por nuk është fare një sport i lehtë, sepse jam mësuar që të flasim për një sport të caktuar, por ne për momente po flasim për 3 sporte. Dhe besoj nuk është fare lehtë për të menaxhuar që të 3 sportet. Ti përmende që më shumë të pëlqen vrapimi, por nuk e anashkalon asnjëherë edhe ciklizmin dhe notimin. Për momentin, në cilën fushë je duke punuar më së shumti? Se fundmi më së shumtit jam i fokusuar tek noti, ku mungesën e shpejtësisë e kam si një pikë të dobët, por që duhet besoj punuar në atë drejtim. Po sa i përket ciklizmit, duke qenë se ciklizmi të merr besoj shumë kohë, se për të stërvitur për ciklizëm ti nevojitet të kalosh kilometra të tëra. Sigurisht kërkon shumë kilometra. Edhe forcë. Edhe forcë, sigurisht është forca e këmbëve, ku më së shumtit edhe energjia të harxhohet, po. Po. Mirë, atëherë si ndihesh kur shesh që dikush tjetër ndikohet pozitivisht nga rrugtimi yt? Ti përmende në fillim që u shpjegon njerëzve se çfarë është triatloni dhe ata mahnitën, gjë për cilën vërtet mund ta pohoj edhe unë, jam mahnitur kur kam mësuar për këtë gjë dhe kur të kemi parë ty. Si ndihesh ti kur i merr këto komente pozitive? Vërtet ndihem mirë dhe marr rastin ta vazhdoj se e shoh që jam në rrugën e duhur. Por vërtet edhe unë mahnitem që kanë interes të dëgjojnë dhe të njohin faktin që edhe ky sport është në zonën tonë. Bukur. Atëherë mund të dim se cilat janë faktikisht synimet dhe garat e ardhshme ku do marrësh pjesë. Besoj je duke u përgatitur dhe garat nuk mungojnë. Po, garat nuk mungojnë. Momentalisht jam duke bërë përgatitim për kampionatin e Malit të Zi në triatlon, ku bashkë edhe me antarët e Federasë Malit të Zi. Ku dhe je antar apo jo? Po. Ku jemi duke bërë përgatitje maksimale dhe të tregojmë veten në ditën e garës. Kur do jetë, është saktësuar data? Po, është me 14 qershor. Ku do mbahet? Do mbahet në Plavnicë të Zetës. Në Plavnicë të Zetës. Në qoftë se ndodh që fiton, çfarë bëhet më pas? Do mund të vazhdosh në garat e Ballkanit apo cilat janë ato synimet që ti ke? Po, kam hapësirë edhe të shënohem në garat e Ballkanit, gjithashtu edhe në ato të Evropës. Bukur. Me qenë se është triatloni, pra garat e triatlonit, a do marrësh pjesë vetëm në një fushë apo në të 3 fushat? Pra, gara e triatlonit vetëm në 3 fusha merr pjesë. Pra që të 3 fushat duhet të garosh. Po. Vërtet shumë interesant dhe the që je duke përgatitur edhe për ciklizëm dhe notim, duke qenë se besoj vrapimin e ke pak më
përkushtuar që më përpara dhe mendon se doja dalësh shumë mirë, gjë për cilën të urojmë shumë. A mendon se sporti ka fuqi të ndryshojë jetën e dikujt? Dhe a ka ndikuar drejt për drejt tek ti? Ta ka ndryshuar ty jetën? Besoj se ma ka ndryshuar jetën, ma ka rindërtuar jetën në mënyrë pozitive dhe mendoj që gjithkuj do jepet mundësia që të ndryshoj dhe të kultivoj në fushën e sportit, në çdo fushë. Jetën tënde, the që ta ka ndryshuar pozitivisht. Sa kohë ty të merr sporti në ditë? Përveç një orë që ke stërvitje. Vërtet, sporti kërkon fushë e para përgatitjes dhe pas përgatitjes. Vërtet kërkon edhe punën e ushqimit, që duhet të jem shumë i kujdesshëm edhe ndaj ushqimit. Vërtet mi merr afro 4 orësh. 4 orë në ditë. Unë e di që ti je edhe maturant, pra gjimnazist, duhet të di se sa kohë ti gjen ti përkushtosh edhe mësimeve dhe si ke mundur ta menaxhosh edhe sportin edhe shkollën. Besoj se e kam menaxhuar sadopak mirë. Por gjitha ka edhe ato mangësitë e veta. Po, të kanë kuptuar profesorët? Besoj se me kanë kuptuar. Ke gjetur përkrahjen tek ata? Sigurisht, shumë profesora me kanë përkrah. Por që besoj edhe je falendërues apo jo? Po, jam falendërues shumë këtyre. Mirë, dua të di se ku e sheh veten pas 5 viteve në këtë fushë, çfarë tenton? Cilat janë ato qëllimet që ti don t'i arrisësh brenda 5 viteve? Vërtet qëllimet i kam të mëdha, mendoj që mund t'i arris edhe kampionatit evropian, tash faq pse jo, dhe komunën, gjithashtu edhe shtetin tonë. Bukur. Përveç se dëshiron të marrësh pjesë në kampionatin evropian, çfarë mendon tjetër të bësh? Je maturant, duhet edhe të zgjedhësh një drejtim, besoj. Nuk do ndalesh me shkollë të mesme, por do vazhdosh edhe studimet e larta. E ke menduar këtë pjesë? Besoj se edhe do i vazhdoj studimet e larta, ku mendoj që do studioj pra edukimin fizik dhe sportiv. Dhe sportiv dhe të merresh pikërisht me këtë sport ndoshta në të ardhmen? Pse jo? Mund të imagjinojmë diçka që në të ardhmen në komunën tonë të kemi ndoshta edhe një klub të vogël apo ndonjë akademi triatloni? Besoj se me mundin tim dhe me dashurinë që e kam ndaj triatlonit do më bëhet edhe kjo mundësi. Të bëhet kjo gjë realitet. Bukur, atëherë unë gjithashtu do doja të pyesja edhe sa i përket një tjetër gare që është tradicionale në Ulqin, organizuar nga Don Gabrieli Grabanica. Ti more pjesë edhe këtë vit, do doja të dija se sa ishe i kënaqur me vetveten, me atë që ti shpalose faktikisht në atë garë. Vërtet fusha e trailit, pra vrapimit në trail, pra në zonat rurale nuk është e lehtë. Edhe nuk është se trajnoj me veten, por isha i kënaqur me vendin e dytë, edhe pse gjatë fushës humba disa metra sepse gabova rrugën, por prapë jam i kënaqur. A do marrësh pjesë edhe në vitet e ardhshme? Duke qenë se ata organizojnë në mënyrë tradicionale. Besoj se po, do bëhen tradicionale dhe shpresoj të marr pjesë. Uroj shumë. Mirë, cili do ishte kilometrazhi më i gjatë që ti mendon se mund të arrisësh ta përfundosh? Besoj se në ultramaratonin e ardhshëm në Gusi. Sa kilometra është? Aty nuk ka as pak, vetëm kush e mbaron i fundit. Kush e mbaron i fundit. Dhe mund të dim se sa është faktikisht ai rrotullim apo si shkon ajo garë, pak ta kuptojmë pak më mirë. Pra, për sa i përket ultramaratonit të Gusinjes, bëhet fjalë për një rrotullim 2.5 kilometrësh, ku ke afatin kohor për 20 minuta. Në qoftë se nuk e arrin, për 20 minuta ti skualifikohesh? Direkt, po. Direkt. Dhe sa herë duhet bërë këtë, apo derisa nuk mundesh më? Derisa të trupi jot. Do trupi do dorëzohet. E din se sa do jetë numri i pjesëmarrësve deri tani? Deri tani është numri afro 75. Sa mendon se rrotullime mund të bësh? Parafërsisht me atë çfarë ke përgatitur deri më sot. Me fizikun tënd, me idenë tënde, me imagjinatën tënde, sa ndoshta do arrisësh të bësh? Me idenë time, qëllimin e kam t'ja anashkaloj 100 kilometrëshit. Ti kalosh 100 kilometra, vërtet
Mahnice, uroj shumë dhe uroj që të gjithë të tjerë të dorëzohen dhe ti të arrisësh ta fitosh. Vërtet diçka shumë interesante, shumë e bukur. Po ndonjë tjetër maraton që ka qenë për ty interesant, të ka lënë shumë përshtypje. Ke pasur? Ndoshta në ciklizëm, nuk e di, diçka interesant që të ka mbetur në mendjen tënde. Në kampionatin e duatlonit, pra që ishte me vrapim dhe ciklizëm, ku mora vendin e dytë, isha i kënaqur se mora mundësi edhe të regjistrohem në Federatën e Malit të Zi. Do doja të ma shpjegoje pak. Ke në fillim vrapimin dhe pastaj menjëherë duhet hypur në biçikletë apo si shkon kjo pjesë? Pra duatloni është 5 kilometrësh vrapim, pastaj shkon në ciklizëm menjëherë me 20 kilometrësh dhe në fund është pjesa më e vështirë 2.5 kilometrësh. Çfarë bën 2.5 kilometër? Vrapim. Sërish vrapim. Po. Vërtet shumë e vështirë, besoj që nuk është fare e lehtë, sa kohë të duhet pasi që e përfundon të pushosh, sa ditë merr pushim? Besoj se vetëm atë ditë marr pushim, dita tjetër është vazhdon sërish stërvitje. Po sa i përket kemi parë të paktën përmes ekranit të televizionit, por kena parë edhe kena pas raste që edhe përmes komunës tonë të kalojnë maratonet, kalojnë sportistët. Ndodh që njerëzit dalin në rrugë, t'ju japin ujë dhe shfrytëzon ti këtë rast dhe ndoshta ti përshëndesësh apo diçka të tillë? Po, gjithmonë shfrytëzoj rastin ti përshëndes. Sigurisht, është vështirë maratoni i 42 kilometrëshit, sepse kërkon gjithashtu edhe një energji të madhe. Gjithashtu edhe ujitja e tyre është bërë gjithmonë në komunin e Tuzit. Pra është dhënë ujë gjithëve që kanë pasur për nevojë. Mirë, po sa i përket ushqimit, një ditë përpara maratonit, ke diçka që e praktikon që ushqesh me diçka të caktuar që të kesh më shumë energji? Praktikoj gjithmonë ushqimin e bazuar pra në karbohidrate, gjithashtu edhe me proteinën pra me sasinë e saktë të proteinave. Po. Po sa i përket ndonjë rituali, duke qenë se ti në fillim më the që duhet të jesh i përgatitur fizikisht dhe mentalisht. Si mundohesh veten ta përgatisësh përpara një gare, përpara një sfide që të pret, sa i përket pjesës mendore? Po, sigurisht, pra me plan programin e caktuar që kam, paraprakisht një javë para garet, ullet intensiteti, pra ullet volumi i treningjeve, dhe vazhdon ajo përgatitja ku trupi yt të rigjenerohet me fuqi të mjaftueshme, dhe sigurisht ke mundësinë që të bëhesh gati edhe mentalisht ku të pret një zjarr i vërtet. Praktikon ndoshta muzikën që të relaksoj gjatë vrapimit apo në garë? Gjatë vrapimit nuk është se praktikoj muzikën, më shumë e praktikoj ato dhimbjet e brendshme, sigurisht fizike dhe mendore, të cilat do i anashkaloj edhe në garë me së lehtë dhe vazhdon përpara. Mirë, atëherë Anton vërtet nuk dua të marr më shumë kohë, duke qenë se di që të presin stërvitjet, ke edhe stërvitje edhe sot, dhe dua të lë të lirë që të vazhdosh të stërvitesh, të bësh gati për maratonin i cili të pret, dhe të uroj vërtet shumë suksese. Ishte shumë kënaqësi që të patëm sot në studion e televizionit Bojën dhe mësuam nga ti në lidhje me triatlonin. Besoj të gjithë e kanë pasur shumë interesant dhe mësuan diçka të re për cilën nuk kemi ditur dhe ndoshta shumë shpejt ti do na sjellësh triatlonin këtu në komunën e Tuzit. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Shikues të nderuar, ju falemnderit edhe juve për vëmendjen. Natyrisht vazhdoni të qëndroni me programin e televizionit Bojën. Neve ishim në rubrikën intervistë me Anton Gjolaj. Bashkë, mirupafshim.